Kreu i Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive Adriatik Llalla ka qenë i ftuar në Universitetin Luarasi në një takim me profesorë dhe studentë. Gjatë takimit, ku nuk munguan dhe pyetjet nga ana e pranishmëve, Llalla nënvizoi punën që bëhet nga institucioni që ai drejton në luftën kundër korrupsionit. Gjithashtu, në fjalën e mbajtur, kreu i LDKP-s ka vlerësuar përgatitjen akademike të studentëve të Universitetit Luarasi. Rasti të bëj tire punojësve të institucionit të nxënësve tuaj, studentëve, që pra institucionit tonë do të kenë gjithë mundësit që dhe tani në këtë moment, nëse dhe në mbijim, që kenë gjithë mundësit që të vinë të shohin se si funksionon, si punohet, të bëjmë praktikën, se të asistojnë në punë që kryen institucionin në çdo pas. E do të jemi hapur bashkëpunus në çdo rast që do të gjykoni se do të keni nevojë. Kreu i LDKP-s i ftoi studentët e Universitetit Luarasi që të bëjnë praktikën pranë institucionit që ai drejton.